Kush janë ata që i bëjnë dëm fëmijëve tyre më së shumti, janë vetë prindrit. Ja pse? Një studim zbuloi se heqja ushqimeve të përpunuara nga dieta të fëmijëve çoi në një ulje prej 53% të simptomave e ADHD-s pa mjekim. Efekti ishte aq i rëndësishëm sa shumica fëmijëve në studim nuk i plotësonin më kriteret për ADHD pas vetëm 5 javësh në një dietë eliminuese. Ky nuk ishte një rast skajor. Ai funksionon në një grup të gjerë të pazgjedhur fëmijësh. Ajo që është edhe më tronditëse është kur ushqimet të caktuara u rifutën 63% të fëmijëve ju rikthye, duke përjetuar një rikthim dramatik të simptomave. Rikthimi ndodhi pavarësisht nga parashikimet e testit të gjakut, duke zgjeruar se shkaku kryesor nuk ishte alergjia, por një ndërprerje e funksionit të trurit të shkaktuar nga ushqimi. Të dhënat tregojnë për ndjeshmëritë e ushqimit që ndërhyjnë në rregullimin kognitiv me gjasë përmes inflamacionit ose çekuilibrit të neurotransmetuesve. Dieta moderne po bëjnë më shumë se sa të nxisin hiperaktivitetin, ato po shkaktojnë mos funksionimin neurologjik të fëmijës. Nëse eliminimi i ushqimeve të përpunuara mund të përgjysmojë simptomat, dieta duhet të jetë ndërhyrja e parë, jo zgjedhja e fundit. Pra, mbroni ata fëmijë. Se fëmijët janë e ardhmja jonë, e ardhmja e vendit tonë. Mirupafshim në vitin e radhës.